Ju nga tjeta, uroj të jeni mirë. Mirëmbrëma dashur miq, rikthehemi në takimin tonë të radhës. Me mua në studio është i ftuar pra nga larg miku im dhe miku juaj, doktor Kolonel Dritan Demiraj. Na bashkohet sot si gjithmonë për të analizuar zhvillime shumë të rëndësishme, shumë të mëdha. Bota është në pikën e saj më të çmendur që ka qenë në 100 vitet e fundit. Askush nuk e di se ku po shkojmë. Askush nuk e di se cila është trajektoria dhe askush nuk është në gjendje të vejë bast me siguri. E megjithatë, në këto kohëra të turbullta, nga Davosi në Grönland, nga Irani në Amerikë Latine, nga avioni i Donald Trumpit, i cili për arsye të një defekti elektrik rikthehet në pistë dhe merr një avion tjetër për të shkuar në Davos, tek përplasja me Macronin, përplasja me Zvicrën, Kanadaja i shpall luftë Amerikës zyrtarisht. Çfarë po ndodh në Davos? Çfarë është duke u luajtur në kulisa? Çfarë po luhet në Ballkan? Ivanka Trump, Jared Kushner vinë në Vlorë. Edi Rama po bën gati shpartallimin dhe çmontimin e SPAK-ut. Gjykata kushtetuese bëhet gati të marrë vendim për imunitetin e Ballukut nesër. Një ditë më parë vjen Jared Kushner. Bordi i paqes, pse po refuzon bota? Pse ka pranuar Edi Rama? Çfarë po luhet në Ballkan? Çfarë po luhet në Shqipëri? Si po luhen kulisat? Irani dhëm për dhëm me Amerikën. Abraham Lincoln, luftania amerikane, mbrin në veri të detit arab. Rrugës është nisur edhe luftania George Bush. Amerikanët po thonë është për qëllime mbrojtje. Nga ana tjetër, Irani ka kërcënuar se do ta hedhë lindjen e mesme në erë. Ndërkohë, Donald Trump ka shpërthyer sërish dhe ka thënë do ta zhdukim Iranin nga faqja e dheut. Ç'është kjo botë? Ku po shkojmë? Çfarë po ndodh? Rusia dhe kinezët kanë zbarkuar me avionët dhe me trupa në Teheran. A do të mbrojnë, a do të nisë një përplasje e madhe? Të gjitha këto detaje nuk mund të kishim një person më të përshtatshëm për ta diskutuar se miku ynë kolonel doktor Dritan Demiraj. Mirë se erdhe kolonel. Kënaqësi gjithmonë Krishnik. Faleminderit. Bëra një hyrje kolonel, të cilën e dëgjove mirë. Nuk di nga t'ja nisim, është bota në një tymnaj të madhe, kur nuk ka qenë më parë si sot. Donald Trump e ka grisur planetin zyrtarisht, zhvillime të mëdha, nga do t'ja nisim, kolonel? Unë mendoj që të fillojmë mirë nga pjesa e bordit paqes. Fillojmë me bordin e paqes. Jepi, çfarë po ndodh me bordin e paqes? Ç'është kjo reklam që bën Rama për një ftesë copy-paste që i shkon në shumë shteteve të botës? Çfarë mesazhi jep Amerika, si po e përdor kryeministri shqiptar? Unë mendoj që shumë shkurt, ç'është bordi i paqes dhe cili mundet të jetë objektivi i krijimit të këtij bordi. Dhe në mënyrë modeste, mendoj që ky është një bord i cili po projekton të ardhmen e rendit të ri botëror. Sigurisht që ky bord do t'i shërbejë Amerikës dhe personalisht presidentit Trump për të projektuar fuqi, për t'i treguar botës që unë do ta drejtoj këtë rend të ri botëror dhe do duhet të bashkëpunoni me mua në mënyrë që të ulemi, të bisedojmë, të ndajmë zonat e influencës. Sa i përket Ramës, sigurisht, si mjeshtër që është, i mashtrimit, i gënjeshtrave, edhe i dizinformimit, por si super kryeministër i korruptuar, i erdhi një rast për ta shfrytzuar në dorë. Dhe sigurisht, me vrap, me të gjitha format, metodat, lidhjet, think tanket, Tony Blairin dhe gjithë këshilltarët e vet që ka gjithë këto vite që i paguan me paratë e vjedhura të shqiptarëve, ai nuk ka problem, Krishnik, në gjykimin tim, ai nuk ka asnjë lloj probleme për të paguar 1 miliard, 2 miliard, 3 miliard, si gjithë diktatorët e tjerë, si Madurët dhe Ramadurët janë njësoj. Objektivi i tyre është shfrytëzimi i popujve, shfrytëzimi i parave të vjedhura për tyre për të qëndruar në pushtet. Pra unë personalisht e shikoj si një lëvizje e tij për të mashtruar popullin shqiptar, sikur ky ka marrë një ftesë speciale
është i zgjedhur si një lider i jashtëzakonshëm nga presidenti Trump, ndërkohë që e vërteta është krejtësisht e kundërta. Të falenderoj. Kolonel, janë mira shqiptarë që na ndjekin çdo natë. Ju ndjekin dhe ju presin edhe ju me shumë dashamirësi dhe me respekt. I kemi dhënë fjalën që do t'i bëjmë ca muhabete kështu të shkoqitura fare. Janë të trishtuar shqiptarët, kolonel, një pjesë sepse nuk kupton, një pjesë mendon se po i shitet atë dheu, po i shitet kombi, një pjesë e kupton qartë që Shqipëria ka dalë në shitje, një pjesë thot nuk i ndalin dot këta, pjesa tjetër thot Shqipëria mori fund. Kolonel, në dritën e këtyre zhvillimeve të mëdha, besoni fuqimisht dhe realisht se ka njëri mundësi ta ndalë më këtë aksion për shpartallimin e plot të Shqipërisë dhe nxjerrjen e saj në tregun ndërkombëtar të lojës kombeve në shitje, në mënyrë që Rama të blej pushtet, apo ka sheh ende energji të fshehura të antarësia e këtij kombi për t'i bërë ballë kësaj stuhie të madhe? Absolutisht që ka, edhe nuk ka. Ka për arsye se ju e dini shumë mirë që popujt, po të kenë leadershipin e dur, po të kenë drejtuesit e dur, po të kenë frymëzimin e dur, dhe njerëz të ndershëm, profesionist, patriot, që nuk janë aty për të vjedhur, e ngrejnë popullin edhe e ngrejnë për bythësh Ramën nga zyra. Për bythësh. Dhe nuk ka ngel më Kreshnik asnjë lloj kufiri për të përdorur fjalë. Po na kritikojnë, po na thonë shumë fjalë po na përdorën. Korrekt. Jo, pa atë po them. E tërheqin për bythësh me të gjithë hajdutët, ministra dhe ish ministra, kryetar bashkish, që kanë marrë në zotrim të gjitha pronat e shqiptarëve. Dhe turpi i madh për këto shqiptarë që nuk ngrihen. Spari. Së dyti, sigurisht që ka mundësi për të ngrit, për ta larguar, për ta penguar, për arsye sepse po të kishte forca të duhura, të cilat të mobilizonin, të frymëzonin. Pra, kur them opozit, them të gjithë shqiptarët të cilët ndihen të vjedhur, të dhunuar, të shtypur, të injoruar, edhe nuk po vazhdoj më tej, po shtruar, ka epitete sa ka vend. Shembulli më i mirë është Franca para një jave. Vuri buldozerët, bllokoi rrugët. Kooperativistët, fshatarët, bllokun rrugën. Pra, dun apo s'dun, unë personalisht, sigurisht jam kundër dhunës, po unë jam për një opozit. Kur them opozit, mos më keq kuptoj, kam opozit komplet popullin që vjedhet, ha? Se nuk e di, më thyjnë nëse të përdor. Jo, kolonel, shikoj, nuk do të kompleksohemi ne nga patronazhistët. Kur thua opozita, kujtojnë se po thua Berisha. Opozita është më e madhe, është më e gjerë, është më e madhe, është më zgjeruar. Patronazhistët kanë një detyrë. Sa herë themi opozita, sa herë themi çdo gjë kundër Ramës, thotë ta janë Saliut. Ne nuk do merremi me këta zvarranik. Këta janë zvarranikët, këta janë kërmat, janë këllira, janë llumi, janë pislëku, janë qelbi më i madh i kësaj race dhe i këtij kombi. Ne nuk do harxojmë kohë me ta, kolonel. Ju po jeni shumë i qartë. Opozita, i gjithë populli kundër Edi Ramës, ai popull që ndjehet i poshtruar kundër Ramës, jo ata që janë Keselia e PD-s, vetëm. Ata janë një pjesë e opozitës, sigurisht. Është detyrë kombëtare, Kreshnik. Kush do ta bëj këtë, kolonel, detyrë kombëtare? Kush do t'i bashkojë shqiptarët? Më lejo të bëj një thirrje. Urdhëro. Është fundi i kombit shqiptar në rast se nuk reagoni janar, shkurt, mars të vitit 2026. Sepse të gjithë Bregdetin e kanë marrë hajdutët e rilindjes. Të gjithë kryeqytetin, të gjithë zonat bregdetare, shikoni, i kanë marrë investimet e krimit të organizuar, ministrat, ish ministrat, kryetarët e bashkisë, ish kryetarët e bashkisë. Së dyti po përgatitet vjedhja e dytë e kombit shqiptar, tradhtia e dytë dhe përfundimtare. Projektet malore, pra glabrimi
i të gjithë zonave malore ku investimet të maskuara si nga vendet, nga milionerët, nga vendet e lindjet mesme, do vinë t'ju glabrojnë të gjithë ju mbështetës të rilindjes anti-shqiptare, që i keni votuar rilindjen që është sekti më antikombëtar që ka 13 vite që shkatroi kombin. Prandaj, ky është rasti dhe momenti që i gjithë populli shqiptar të zbresin shesh, të mos shkoj në siglat e asnjë partie, po të gjithë bashk ta detyrojnë këtë regjim të dorëhiqet. Sepse, në qoftë se prisni që Amerika t'i udhëzoj vetëm Amerika, t'i udhëzoj Edi Ramën, Amerika këtu është, ju e keni parë reagimin e ambasadës amerikane, ju e keni parë ardhjen e hetuesve të FBI-s, por jo vetëm, kërkesat, mesazhet e përditshme të ambasadës amerikane, mbështetjen e SPAK-ut, mbështetjen e BKH-s, vjedhjet e fundit që çdo ditë po ja publikon, po ja u tregon, dhe tani ka ardhur koha që ju të reagoni. Të reagoni pas sigla partijake, po bashkë me partitë opozitare, gjithë populli, sepse gjithë populli është më i madh se partitë opozitare. Absolutisht po, populli është më i madh se partitë opozitare dhe populli opozitar është më i madh se çdo sigël dhe se çdo emër. Pa asnjë diskutim. Kolonel, shqiptarët janë konfuz, janë të paqartë, një pjesë janë dorëzuar, një pjesë po prisin të dorëzohen, një pjesë presin të zhduken, një pjesë nuk e kuptojnë këtë që po ndodh. Unë do të rikthehem sërish në Shqipëri, kolonel, por që ta kuptojmë Shqipërinë mirë, sepse kjo ishte një hyrje që ka nevojë të japim efektin shok dëgjuesit dhe shqiptarëve, të ngrem alertin sa në rrezik është Shqipëria, sa në rrezik janë shqiptarët, të rrëshkasim të kuptojmë të çmendurinë që po ndodh në botë dhe të rikthehemi në vendin ton, të shohim kulisat. Davosi ka shpërthyer planetin, kolonel. Donald Trump i ka shpall luftë Francës, ka poshtru Zvicrën, Emmanuel Macronin, qa janë këta burokratët e Brukselit i ka bërë leck shtup fare. Ndërkohë, kanë fillu konspiracionet, jo defekt elektrik ke Air Force One, jo rikthimi i Trumpit, jo kërcënim, jo rrezik. E majta amerikane është hedhur në sulm. Absolutisht, amandamenti 25 ta pushojmë Trumpin se nuk është mirë nga trut, nuk mundet ta qeverisë Amerikën se është në rrezik. Në këto kushte, kolonel, si pritet, si e shikonit ardhmen e raporteve ndërmjet SBA-s dhe Europës, aleatëve të tyre më të mëdhej, besoni se jemi në prag të një çarje të madhe, apo do të shkojmë drejt zbutjes si pas stilit që ka Trumpi, gjuan 10, pastaj tërhiqet momentin e fundit. I tha për Grönlandën, nuk duk gjë, tha një cop akulli do të na hipni, tha. Neve tha, ishim budallej, tha, në luftën e dytë botërore, e fitume, morëm, ja kthyem prap Danimarkës se ishim idiot, tha. Ja kthyem ju prap. Një gjë, një cop akulli bore, tha, do ju japim, do na jepni. Si ta shikojmë këtë, kolonel, që të fillojmë të kuptojmë pasaj çfarë do bëj Amerika këtu? Pa diskutim që mënyra se si po vepron presidenti Trump, aksionet, vendimet, dekretet, urdhrat ekzekutiv dhe mënyra e përplasjes me Britaninë e Madhe, që kemi një çarje të jashtëzakonshme midis dy vendeve të cilët kanë qenë të lidhur pasgjithshmërisht me njëri tjetrin në të gjitha fushat, në politikën e jashtme, por jo vetëm. Me Francën, me Gjermaninë, me Spanjën, paktën me këto 4 deri tani, se me Italia po tregohet e kujdesshme me Loni, duke ditë edhe temperamentin e presidentit Trump. Pa diskutim që është një precedent për sa i përket marrëdhënieve midis dy Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kontinentit. Por kjo unë mendoj që është faj i Bashkimit Evropian, i cili të paktën që pas përfundimit që pas përfundimit të luftës ftoftë në 91-shin, ka qenë i paaft për të organizuar, për të forcuar, për të krijuar një infrastrukturë ekonomike, ushtarake,
diplomatike unike, pavarësisht se Bashkimi Evropian është një vend shumë i fuqishëm, është një këshill shumë i fuqishëm që përbën një sasi të madhe ekonomike, teknologjike, ushtarake, po që është i përçar, nuk është unik. Dhe konflikti midis Ukrainës dhe dështimi për ta mposhtë Federatën Ruse i ka përçar dhe më tej. Që do të thotë, kemi një precedent i cili është i paparë në histori, të paktën që nga përfundimi i luftës së dytë botërore, jemi në fazën e krijimit të rendit të ri botror dhe Trumpi do që të cimentoj pozicionin e Amerikës dhe do të ngelin në histori për shkak të këtyre veprimeve dhe vendimeve që po merr. Ka një ftesë, ka një zhvillim interesant, kolonel. Donald Trump ka dërguar ftesë për Vjosa Osmanit të bëhet edhe Kosova pjesë e bordit paqes. Interesante është se Kosova po ftohet prap jashtë OKB-s. A kuptoni në një lëvizje të Trumpit ekstreme në drejtim të njohjes Kosovës apo një njohje de facto e Kosovës, pra duke e ftuar atë të bëhet pjesë e bordit paqes jashtë organizmit OKB-s. Ç'është ky mesazh? Ka diçka apo ka ndodhur kështu rastësisht? Ju falenderoj shumë për këtë pyetje, $1.000.000, sepse shumë e rëndësishme që dëgjuesit tanë në Kosovë, por jo vetëm, të na dëgjojnë. Spari në një konflikt hapur midis Zotit Kurti dhe Ramës, tashmë Zoti Kurti në të gjitha aspektet është përpara. Edhe sa i përket mënyrës së si qeverisë, edhe për sa i përket mbështetjes ndërkombëtare, më lejo të rikujtoj edhe takimet e mrekullueshme që bëri dje në Davos, duke treguar që është një lider gjithëpërfshirës, me vizion të qartë ekonomik, me vizion të qartë ushtarak, me vizion të qartë diplomatik. Tek shtëpia amerikane në Davos, po. Së dyti, ky pa diskutim nuk është asgjë më tepër se sa ajo që keni thënë edhe ju, edhe unë në këtë kanal mbar kombëtar, duke vërtetuar edhe një herë vendimet e 12 dhjetorit dhe 25 dhjetorit 25, të cilët edhe në strategjinë e sigurisë kombëtare, por edhe në dokumentat e bashkëpunimit strategjik midis dy vendeve, tashmë Kosova e ka marrë haptëzim mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe po përshpejtohen reformat për pranimin sa më shpejt saj SPAR-in në NATO, duke e blinduar përfundimisht Kosovën, sa i përket sigurisë, pra duke siguruar paprekshmërinë e saj territoriale, dhe këtu pastaj ka ndihmuar një sër reformash për cilat ne kemi fol, dhe së dyti duke i treguar edhe Serbisë, edhe Rusisë që kjo është zona ime. Pra nuk kemi asnjë. Kjo është në këtë. E ka marrë mesazhin Beogradi dhe Moska me këtë ftesë të Kosovës për të bërë pjesë në bordin e paqes? Në qoftë se ka një vend që e njeh politikën e jashtme në mënyrë ekselente, është Moska zyrtare dhe Pekini zyrtar. Dhe ju, si një ndjekës dhe një studiues i vjetër i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë, e dini shumë mirë që Moska, pavarësisht tentativave për të projektuar fuqinë në rajone të caktuara, në çdo moment kur shikon siguri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tërhiqet dhe Moska e ka marrë mesazhin qartë, sepse tashmë është e sankcionuar në dokumentat e strategjisë sigurisë kombëtare për 10 vitet e ardhshme. Dhe kushdo që mendon që presidenti Trump, koha e leadershipit të presidentit Trump do të jetë e shkurtër, është i gabuar. Po e lej këtu, nuk po e elaboroj më tepër. Jo, mbriti mesazhi, ky në fakt ka qenë mesazh për gjithë aluduesit dhe konspiracionistët për fikjen e dritave të aeroplanit të Trumpit dhe aludimet se mund të jetë kurdisur diçka jashtë vëmendjes së tij apo ndaj jetës së tij apo konspiracionet kanë mbushur Amerikën dhe të gjithë botën pas defektit të Air Force One. Amerika ka nisur përplasjen e madhe, kolonel, dhe Emmanuel Macron as ka pritur fare të takojë me Trumpin, ka ikur nga Davos i dje, është larguar, sepse vendet e Europës nesër
në Bruxelles kanë një takim urgjent për Groenlandën. Për Groenlandën, një, dhe pas nesër do të largohen në Kinë Ursula von der Leyen Po, për të lidhur një marrëveshje strategjike. po. Kemi një zhvendosje tashmë për t'u kundërvua Trumpit, edhe nga kryeministri i Kanadas, edhe nga bloku i BE-s. Pikërisht aty po ju vija. Kujdes. Pra bëhet nesër takimi, po kthehen urgjentisht po fluturojnë Kinë, në 15 prilin e 2024 ishte atje Macroni, u takua me kinezët dhe i bëri ftesë për një koordinim t'i hedhim amerikanët në det. Ky takimi i Davosit dhe takimi i Brukselit nesër, kolonel, a do të ndikoj strategjikisht apo do të acaroj klimën e marrëdhënieve ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kampit europian, ndërkohë që qartazi edhe europianët edhe Kanadaja po hapin linja me Kinën? Absolutisht që do të acaroj. Tashmë presidenti Trump me një vizion të qartë se ku do të shkojë. Ju e dini që presidenti është, ta themi në mënyrë figurative, fytyra që i deklaron gjërat, sigurisht ka një bord mbi toksor dhe nën toksor, sigurisht këshilltarët, agjencitë e inteligjencës, sekretari i shtetit, sekretari i mbrojtjes, i thesarit, i tregtisë, por jo vetëm, të cilët kanë një vizion qartë se ku do ta çojnë Amerikën në 10 vitet e fundit, dhe pikërisht ky vizion i presidentit Trump bie kundër me vizionin qeverisës liberal të super korruptuar, të pa aft nga gjitha pikpamjet i Bashkimit Evropian, të cilët nuk kanë bërë asgjë tjetër, vetëm kanë bërë autogola duke investu, duke hedhë $100 milion kundër Rusisë, kundër Kinës, ndërkohë që ekonomia e tyre është tashmë në një rrugë të pakthyeshme, në një rrugë pakthim, dhe presim, jemi në pritje, në Francë do ta marrin drejtimin forcat e djatha, edhe në Gjermani Alianca për Deutschland është duke u ngrit në mënyrë të frikshme. Tashmë Italinë kanë forcat e djatha, shumë shpejt edhe Britania me këtë situatë ekonomike të tmerrshme do të jetë në një ndryshim politik. Pra, në momentin që do të krijohen këto kushte, atëherë bashkëpunimi i Bashkimit Evropian me presidentin Trump do të marrë qasjen e duhur. Kjo është analiza ime modeste. Kjo është pra arsye, rritja e presionit do të çojë që ata të ndryshojnë qasjen e tyre. E tha Troçaj, për 2 javë largohesh, për 2 muaj largohesh. Macron. Ja tha Macron, ja tha seksi, ja tha jo Macron, ja tha Macron. Ja tha me gjuhën e tyre. Lindja e mesme po shpërthen sërish, kolonel. Luftania amerikane e para është nisur në drejtim, ka mbritur në veri të detit arab, po vjen George Bushi, luftania e dytë. Kërcënimet forta mes Iranit dhe amerikanëve. Irani thot do të ndezim lindjen e mesme, amerikanët thonë do të fshim Iranin nga harta e lindjes mesme. Jemi në orët para goditjes, apo vazhdojnë kërcënimet si pas stilit Trump, rritë stekën dhe nivelin që të lëshoj para tjetër dhe pastaj në fund fare të rhiqeni. Si e shikon? Jemi sinqert me ju, duke qenë edhe një njohës të paktën jo pak i këtyre analizave gjeopolitike dhe i mënyrës se si veprojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi kam pas fatin të jem pjesë e këtyre strukturave për jo më pak se 10-15 vite, i gjithë ky investim, sepse të zhvendosësh luftaniet, mjetet ajrore, avionet e transportit, bateritë janë $100 milion. Jemi përballë një përplasje të paimagjinueshme. Pse është e paimagjinueshme, Dritan? E paimagjinueshme për arsye sepse e gjithë kjo sasi e këtyre forcave që po përqendrohet nga njëra anë, duke marrë parasysh edhe investimet serioze të Federatës Ruse dhe Kinës në territorin e Iranit, dislokimin 24 orëve të fundit të Kata'ib Hezbollahut, grupit Al-Haq
Hezbollahut libanes në territorin, në marrjen e kontrollit të Isfahanit, të Teheranit dhe të Bandar Abbazit në territorin e Iranit për të mposhtur, spari për të mbrojtur për të mbrojtur qendrat qeveritare, por edhe bazat e tjera që të mos lejohen protestuesit për të afruar në mënyrë që të krijojnë kushtet për të dëmtuar këtë sisteme në një sulm të mundshëm. Unë mendoj që do të ketë një sulm i cili do të ekzekutohet, e kam thënë 20 herë këtë, edhe po e them prap, në momentin kur Izraeli të identifikojë 100% vendodhjen e Ayatollah Khameneit, sepse ato e kanë rrjetin më të sakt brenda Teheranit, dhe pastaj do të fillojë një sulm preventim para goditës, i cili do të parandalojë dhe pamundsoj një pjesë të madhe të sistemeve. Sigurisht që ky sulm nuk do të jetë pa pasoja, për shkak se Irani, edhe si pasojë e kësaj asistencës Rusisë dhe Kinës, të cilët nëse humbin edhe Iranin, është një humbje pa imagjinueshme për Kinën, se kryesisht për Kinën, por edhe për Federatën Ruse, do të, si pasojë e këtyre investimeve e dislokimit të një sasie të jashtëzakonshme të forcave të sistemeve të mbrojtjes kundërore, S-400 është në Iran, e testuar. Irani para 4 ditëve ka testuar 2 raketa me rreze 10-11.000 km, Shahab 6, Khorramshahr 4. Të gjithë ata që qeshnin, kur unë thoja që Irani ka raketa mbi 10.000 km, thonin kush është ky që flet kështu. Po ndërkohë ti që ke librat e mi, ke parë që unë i kam fut në libra këto 2-3 vite përpara, sepse informacioni jonë është disa vite përpara tjerëve. Kështu që me sa duket Irani po përgatitet edhe për situatën më të keqe. Dhe mendoni se do të shkojmë në një përplasje për goditje finale, apo Irani mund të tërhiqet në një marrëveshje, se edhe Irani e ka për jetë apo vdekje? Unë besoj që në këtë mënyrë, duke analizuar me vëmendje se si vepron presidenti Trump, si i merr vendimet, të mos harrojmë askush, 4 presidentë amerikan e kanë pas përpara kërkesën për të vrarë Qasem Sulejmanin, general lejtnant Qasem Sulejmanin. Dhe nuk është pikërisht Trumpi që mori vendimin, sigurisht me kërkesën e Netanyahu-t, se Netanyahu nuk guxonte kur ta sulmonte. Po kështu edhe është vetë presidenti Trump i cili bëri të mundur vrasjen e kalifit të ISIS-it. Është vetëm Abu Bakr al-Baghdadit. Është prap presidenti Trump që ka ekzekutuar disa misione të pa imagjinueshme, të cilat nuk besoheshin, dhe unë besoj që gjithë ky investim amerikan, gjithë kjo zhvendosje e forcave, po pavarësisht të gjithë masave për të minimizuar dëmet iraniane, unë mendoj që Irani ka mundësi dhe kapacitete për të bërë dëme të konsiderueshme. Do të shikojmë se çfarë do të ndodhi, por sulmi amerikan nuk do të fillojë në asnjë rast, në asnjë mënyrë, pa u siguruar që Ayatollah Khamenei ekzekutohet. Dhe një pjesë e madhe e zinxhirit komandimit politiko-ushtarak. A shikon, mund të kemi një precedent gati si Venezuela në Iran? Mendoni se mund të jetë punuar edhe në këtë dimension? Shihni brenda Teheranit në mundësi që të gjenden disa dezertorë, si ishte rasti i Rodriguezit në Venezuela, që shkoi u takua tashmë me shefin e CIA-s pasi mbaroi punën me Maduro? Jo, nuk e shikoj këtë mundësi. Nuk e shikon dot skenarin e... Nuk e shikoj për arsye sepse e gjithë garda revolucionare, e cila është përgjegjëse për mbrojtjen e regjimit, jo për mbrojtjen e Iranit, është përgjegjëse për mbrojtjen e regjimit. Dhe pikërisht për këtë arsye Poseidon, edhe sistemet më të mëdha, më të fuqishme të mbrojtjes, sistemet më të fuqishme goditëse të Iranit, raketat balistike, hipersonike, detare, forca detare, pra është një njësi e cila është një njësi e cila është e futur brenda popullit iranian dhe përbohet nga njerëzit të cilët e mbështesin regjimin, nga pjesa politike ekstreme. Dhe pikërisht është e vështirë që të realizohet
ai sulm me atë saktësi. Të mos harrojmë që përdorimi një pjesë të madhe të atyre armëve që përdor në rastin e Maduros do të ishte shumë i vështirë për të realizuar në Teheran, për shkak se vendet në të cilat zhvendoset Ayatollah Khamenei janë vende të cilat janë thellësisht nën tokë, spari, po përsëri ekziston një mundësi shumë e vogël ku rrjetet e Mossadit dhe CIA-s kanë treguar që kanë depërtuar brenda forcave Quds, brenda gardës revolucionare, dhe më lejo këtu të rikujtoj marrjen e kontrollit kur vra Ismail Haniyeh të shtëpisë së sigurt, më të sigurt në Teheran, ku gjendej vet Ismail Haniyeh kur u sulmoi. Pra është i vogël, është shumë i vogël mundësia, por nuk është kur 0,0%. Qartë. Me dislokimin e trupave apo të armatimeve kineze dhe ruse, a mund të më flasim dot, kolonel, për një përplasje të mundshme mes SBA-s, Rusisë dhe Kinës në tokën e Iranit? Apo mbështetja e rusëve dhe e kinezëve është simbolike? Jo, nuk është simbolike, është më shumë se simbolike, në gjykimin tim, në analizën time, po të futemi dhe të analizojmë të gjithë sistemet, që nga HQ-9B, që është shumë i avancuar si sistem raketor kinez, që nga avionët MiG-29 të përditësuar, që nga S-400, që nga radarët, për shembull për të përmend njërin, radarin shumë të fuqishëm Murmansk, MK, që është një nga sistemet më të fuqishme në botë për luftën elektronike. Është një sukses i jashtëzakonshëm që tregon një kapacitet të qëndësishëm dislokimi i këtij radari në Teheran, por jo vetëm, duke pamundsuar funksionimin e informacionit, pra duke pamundsuar lidhjen e Starlinkut me rrjetet e inteligjencës të futura, të depërtuara në Teheran nga gjitha drejtimet, që do të thotë për të gjithë ata që kuptojnë luftën elektronike, që kuptojnë operacionet psikologjike të misinformimit, dizinformimit, luftën me intensitet, luftë të ulët, luftën asimetrike dhe jo vetëm, të gjitha këto operacione hibride në bashkëpunim me luftën kibernetike, kuantike, e theksoj kuantike, të cilën 99.99% e njerëzve nuk e kuptojnë çfarë thotë, janë disa kapacitete të cilat sapo i ka kriju Federata Ruse dhe Kina, dhe me herë i ka transferuar në Iran në mënyrë që ta pamundsoj ose të përpiqet ta turproj, në thojza ta turproj aftësitë dhe kapacitetet e Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për të dështuar në një farë mase në Teheran. Të siguroj që aftësia dhe kapacitetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të pasfidueshme, por që sigurisht këto sisteme krijojnë një farë problematike, gjë e cila reflektohet tek vonimi i një sulmi të mundshëm deri në analizën e thellë të kurseve të veprimit për të cilat do të merret vendimi për të ndërhyrë, kush do ndërhyjë, si do ndërhyjë, në radhë. Qartë. Krijojnë një lloj Them edhe shumë gjëra të tjera, por nuk jam i lejuar të them më tepër. Jo, ne do flasim gjithmonë aq sa lejohet të flasim, sigurisht ne nuk flasim dot gjithçka sepse situata është jashtëzakonisht komplekse dhe delikate. Mendoni se prania ruse dhe kineze krijon një lloj deterrence, kolonel, apo plani nëse merret vendimi do të shkojë përpara, sepse Trump tha dhe diçka sot, kemi armë, tha, që nuk i njeh gjithë njerëzimin. Do të shokojnë gjithë njerëzimin. Pa diskutim që ka armë Amerika, por edhe disa aktorë të tjerë po punojnë në këtë drejtim. Ju e dini shumë mirë. Qartë. Ajo që ketë ndryshe nga Putini dhe Xi Jinpingu, të cilët për treguar superioritetin e tyre ushtarak, jo mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës ata e dinë që nuk e kanë, por duke treguar superioritetin në kuptimin që në drejtim sistemeve të ndryshme të avancimit tyre, Shtetet e Bashkuara të Amerikës të surprizojnë, nuk i deklarojnë. Dhe kjo është arsyeja e superioritetit, të cilat përdoren në kohën, në momentin ku nuk e pret. Dhe për t'ju përgjigj pyetjes tuaj, me një fjali, pa diskutim që kjo rrit deterrencën për fshirja e Rusisë dhe Kinës në Teheran,
e rrit deterencën iraniane, duke mendoj unë e rrit koston e një sulmi ushtarak. Por jo që ta pamundsoj dhe të pamundsoj suksesin e saj. Qartë, kthehemi sërish në Tiranë, kolonel Rama do të shkojë nesër në parlament për të miratu bordin e paqes, për të shkuar atje, sepse ka dhe një kosto ja $1 miliard ajo pjesë, dhe Rama do me ja lënë topin dorë parlamentit. Ndërkohë, sot ka zbarkuar në Vlorë bia e presidentit Trump, zonja Ivanka Trump, me bashkëshortin e saj Jared Kushner, kanë një takim në Vlorë me 27 a 30 arkitekt, që do të thotë shkrim investimi që kishte ngrirë për Sazanin dhe Zvërnecin, ndërkohë që Serbia ngelet pezull, ende Beogradi ngrihet dhe janë tërhequr zyrtarisht nga Beogradi. Si e shikoni në parim këtë ardhje të investimit të Donald Trumpit dhe pastaj të shohim a mundet Edi Rama ta instrumentalizoj këtë për nevojat e tij politike brenda? Është një në gjykimin tim kemi dy anët e medaljes. Nga një anë e shkoj shumë pozitivisht, sepse ardhja e një biznesi strategjik, e cila investimi i cili i jep një emër, e fut Shqipërinë në listën e vendeve elitare të ardhjes së njerëzve më të pasur të botës, e shoh shumë pozitivisht dhe ky pa diskutim që ky investim është i mirë pritur, jo sepse e bën vajza apo dhëndri i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që sigurisht është pozitiv dhe i mirë pritur, por sepse nga ana ekonomike e fut Shqipërinë në listën e vendeve elitare. Nga ana tjetër, ajo që është e turpshme dhe e paligjshme është shfrytëzimi që Edi Rama i bën këtij investimi për të kaluar këtë problem të madh, për të kaluar këtë pengesë që ka pas me administratën Trump, për ta përdorur për interesin e tij dhe për t'i gënyer shqiptarët, që unë do me thënë blej çdo njeri, nuk ka njeri që nuk e blej, se ky është mesazhi. Dhe ky mesazh që e thua ti dhe e them unë, e të merron Edi Ramën, e lë pa gjumë. Dhe ky është një mesazh që ne do ta çojmë te shtëpia Bardh, tek presidenti Trump, tek sekretari Rubio, tek sekretari Hegseth, edhe për korrupsionin e tmerrshëm që është në ushtri, të cilat do t'i diskutojmë gjatë muajve në vim. Pra, mesazhi që jep shqiptarëve ky që unë blej çdo gjë, e tmerron. Sigurisht që ky nuk mund blej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as presidentin e Amerikës, ju e dini shumë mirë këtë gjë. Është pikërisht kjo administratë dhe agjencitë e saj inteligjente, të cilat janë alerte, janë të vetëdijshme, dhe është pikërisht informacioni dhe zullumi dhe përfshirja e tij, të cilën ky pavarësisht se përpiqet t'ia shesë shqiptarëve dhe spakut, kujdes, mesazhi është i drejt për drejt për spakun, për BKA-n, që shikoni, unë kam mbrapa presidentin Trump, kam familjen, ju shkatroj, do t'ju zbërthejmë, do t'ju heqim rrogat, do t'ju fusim burg, mos guxoni të fusni hajdutët e mi. Prandaj kam një thirrje për ambasadën amerikane, të cilët jam i sigurt që na ndjekin, dhe për të gjitha agjencitë inteligjencës Shtetet Bashkuara të Amerikës. Investimet në Shqipëri janë të mirë pritura, në mënyrë të veçantë investimet amerikane, të cilët janë investime shumë herë më pak se sa fuqia që ka Serbia, që ka blerë çdo gjë në Shqipëri, që nga politika, që nga mediat, që nga ekonomia, që nga tregtia, që nga arsimi, që nga investimet, dhe Greqia janë të mirë pritura, por mos lejoni në asnjë mënyrë që t'ju përdori një kryeministër i cili nuk ka bërë asgjë tjetër, vetëm presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka cilësuar si një kërcënim për njerëzimin, e ka tallur në çdo moment dhe në të gjitha televizionet shqiptare me regji për mënyrën se si po e qeveris Amerikën, në mënyrë të veçantë në mandatin e dytë, se si fërkon durët me shtarmerin,
me Macronin duke deklaruar që një psikopat po drejton botën, të gjitha mesazhet cilat shpërndahen nga mediat duke cilësuar, të gjitha mediat që kontrollohen nga Rama, duke cilësuar si një psikopat. Ndërkohë që është e kundërta, presidentin Trump, pra, ndërkohë që është e kundërta, një president i cili po e drejton Amerikën, po e bën edhe një herë, 10 herë më të fortë, këtë ndryshe nga administrata Obame, që Amerika nuk ishte mundësi për të projektuar fuqi. Kolonel, unë do t'ju vija aty dhe do të vi shumë shpejt aty, se nuk dim çfarë të flasim përpara, është shumë e ngarkuar situata. Zonja Trump bashkë me zotin Kushner që kanë ardhur në Vlorë, nuk është hera parë që vinë. A vinë nga Washingtoni, a vinë nga Alpet e Zvicrës, nuk ka rëndësi, vinë një ditë përpara vendimit gjykatës kushtetuese për imunitetin e Ballukut. A duhet spaku të birë në rrjetën me cilin po e peshkon Rama nëse ai ka dorë tek agenda Trump Kushner? Dhe a mendoni, kolonel, se na dhat një lajm të mirë që na ndjekin gjithandej me ambasada, me agjenci inteligjencë, edhe unë e di që na ndjekin. Kolonel, pyet njeri për këtë popullin e shkret shqiptar. 2 milion njerëz kanë ngel këtu, gjysmat janë patronazhista, tjerët janë pensionista, tjetrat janë burim zhdukje. Mendon që i qefet kujt në këtë botë, kolonel, se çfarë ndodh me fatet e Shqipërisë? Apo kjo botë është vetëm biznes edhe nuk do me dit njeri? Apo s'funksionon kështu bota? Do t'ja dalë Rama të përcjell mesazh të kushtetuesja sot? Dhe tek SPAK nesër, me këtë vizitë të Kushnerit, do të blej dot kohë ai, sa ai po blen kohë? Apo jo? Nuk besoj që do të blej kohë. A do t'ja dali apo s'do t'ja dali për kushtetuesen, ajo ngelet për të parë nesër, për arsye sepse sot të gjithë kreshnik kanë dalë në shitje në Shqipëri. Dhe unë e kam vështirë të them ja. Fatkeqësisht. Por çështja e Gjar Kushnerit edhe Ivankës është tjetër, nuk ka lidhje fare me kushtetuesen shqiptar, sepse familja e presidentit është tjetër gjë. Dhe që vinë fakti që vinë një ditë para vendimit, se ky po e marketon fort sot në për gjitha mediat. Mund tjetë edhe rastësishme, ai sigurisht që do shfrytëzoj çdo gjë. Ai edhe një fotografi, po ta marri, do ta shfrytëzoj. Sa ai është vllai siames i Lukashenkos, edhe Lukashenko është ftuar për të marrë pjesë këtu. Që bordi pashë. Po dini shumë mirë. Edhe shumë lidruca të tjerë që kanë shtyp popujt e tyre. Kur mos harron një gjë, edhe ti e di shumë mirë këtë. Fati i të gjithë diktatorëve që kanë vjellur, shtypur, shkatëruar kombet e tyre, kanë pasur fatin më të tmerrshëm në histori. Dhe mos të vazhdoj tani të sjell emrin e Saddam Husseinit, e Gaddafit, e me radhë. Po më thua që do lajnë haqet e popullit dhe haqet e popullit janë mbi ekuilibrat gjeopolitik? Por t'i dhënë përgjigje pyetjes tuaj që mos shvendosemi. Sepse dëgjuesi thot i bëri pyetje kreshniku, pra nuk ka asnjë lidhje ardhja e Ivankës, e Kushnerit me kushtetuesen. Sigurisht që ky e përdor për mesazhet e veta, madje ka thënë edhe njerëzit sot, te secili nga gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, shiko, ka erdhë ai. S'ka ardhur edhe. E morën vendimin që s'do e bënin, por shiko se nuk e është influenca ime që i ktheu. E jo pa qëllim janë ftu te bordi i parë, si kuptoni ju ca gjëra, pra nëse doni të dhe ambasada amerikane kreshnik për të hedhur poshtë të narrativ në mënyrë shkencore. Mesazhet i ka pas qarta. Ajo që përfaqëson linjën politike të presidentit Trump është zonja që drejton ambasadën amerikane dhe stafi i saj i përkushtuar që Shqipëria të jetë një vend i pastër nga korrupsioni, një vend pro-amerikan, jo një vend i orientuar vetëm në thojza Amerika dhe pastaj të gjitha bizneset ja jep Greqisë, Serbisë, Kinës, Rusisë, dhe kanë një urrëtie të madhe drejtuesit e rilindjes, janë anti-amerikan
kushdo që arrin të lexojë dhe të kuptoj minimalisht e shef atë çasje. Dhe pikërisht është kjo frym që i mbështesin këto televizione të cilët 24 orë janë kundër. Dhe pikërisht ajo që po bëjmë ne, Spari ka një rol të jashtëzakonshëm për t'i hap syt një pjesë të madhe të popullit që nuk kupton, dhe nga ana tjetër për t'i treguar pjesës tjetër se cila është rruga dhe çfarë duhet bëjnë për ta shpëtuar veten. Sepse kur themi të shpëtojmë kombin shqiptar, Këshnik, çdo gjë fillon me individin. Në qoftë se nuk krijohet një masë njerëzish me dinjitet, me integritet, të bashkuar, të pashitur, si që jemi unë dhe ti, që nuk ka një njerit na ketë brajt me 5 lek. Pra ne kemi guximin të flasim. Jo, po t'ishin, do na vinin mesazhet, shiko se të kam dhënë kaq mijë euro, kaq milion euro. Kanë fut gjithë patronazhistët duke më akuzuar mua, sikur unë i ke marrë lekët atyre që ke çu jashtë. Ndërkohë që unë jam një i vetmi drejtues i forcave speciale që mu nuk më zgjedh 1 cent zgjedhje, dhe kur kanë kërcënu për t'i bler 760 burra nga regjimenti, të gjithë kanë deklaruar, aman, kërkoni çfarë doni. Vetëm mos na kërkoni falso të themi që se ai kur gjithmonë na ka paguar me lekët e veta. Besoj e dhash mesazhin shumë bukur se çfarë do të bëj populli shqiptar. Qartë, se çfarë akuzojnë ata, akuzat e tyre sa më shumë të rritet doza, aq më shumë tregojnë sa u dhëmb atyre ajo që ne bëjmë dhe ajo që i shpjegojmë njerëzve. Nuk kam asnjë problem për ato, sepse ato më janë sul mu gjithë shteti dhe nuk më kanë gjetë 1 cent. Dhe vetë Rama, po t'jap një informacion, $1 milion tjetër. Vetë Rama ka thënë. Ky do t'ishte pjesë e kabinetit tim. Ministër me dinjitet, nuk shkoj, nuk bërë një gjatë gjithë kohës për 4 muaj e gjys, unë se dia, kisha pas njerëz nga mrapa, nga shiku, nga operacionalja, kontrollonin çdo gjë. Bravo i qoftë, e ka thonë 10-15 vende këtë, ja. Le ta verifikoj, është e vërtetë, është e vërtetë. Ka problem se na dëgjon. Kështu ti kisha ministrat, njerëz me dinjitet, me integritet. I kam të gjitha i dut, ka thonë. I ka të gjitha i dut. Ekskluzive. Edhe ky pas ka qef që të ketë sa të pastër me fjalë, edhe për çak. Po nuk i dalin. Pra është e vërtetuar pastërtia ime kështu, 1.000.000%. Qartë, kolonel, le t'ja bëjmë më shqiptarëve. Shqiptarët janë në pikën e fundit, pra rrinë me gojë hap dhe shohin çfarë do ndodh me vendin e tyre. A është Sazani leje kalimi? Permeso di soggiorno, leje qëndrimi, leje kalimi. A e mori Rama bekimin e Trumpit për të goditur reformën drejtësi nëpërmjet kësaj drite jeshile dhe tapeti që i ka shtruar Ivanka Trumpit dhe familjes së Trump, bizneseve të tij, apo jo? Absolutisht jo. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sekretari Rubio, presidenti Trump, i kanë shpall luftë karteleve të drogës. Duhet kesh qartë mënyrën se si funksionon Amerika, për sa i përket ambasadës dhe agjensive të inteligjencës. Sado që të përpiqet një lider i korruptuar si Puna Ramos, e cila tashmë është e vërtetuar se të gjithë ministrat e tij nuk bëjnë asgjë tjetër vetëm vjedhin. Dhe po uluret Brukseli, po uluret Britania e Madhe, po uluret e gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga takimet që janë zhvilluar në Kongres, që nga analizat, diskutimet, faktet, provat, po ulurasin se sa e korruptuar është administrata. Ky ose duhet të jetë i smurë mendor, që thotë po ku është korrupsioni, ose ky tallet me popullin, po ky nuk arrin do të tallet me mua dhe me ty. Edhe me disa mira të tjerë që janë njerëz të cilët nuk arrin t'i blej, nuk arrin t'i mashtroj, dhe sikur ky të fitojë një kohë të caktuar, ne do të vazhdojmë punën tonë. Ne do t'i dërgojmë një letër përsëri presidentit Trump, të cilin do ta informojmë që po afrojnë zgjedhjet në midterm, nuk do kesh asnjë vot shqiptare opozitare në rast se do mbështesësh këtë qeveri të korruptuar. Sepse mbështetja e shqiptarëve, të cilën e ka bërë live para gjithë botës,
I want to thank Albanians in Michigan for supporting me, të cilët bëm të mundur pavarësisht një pjesë modeste të popullsisë, se Shqipëria është një pjesë modeste, por që kemi qenë në mbështetje ti pikërisht për të mbështet forcat opozitare në mënyrë që qeverisja e Shqipërisë mos jetë një qeverisje e Sorosit, e sponsorizuar, e orientuar drejt kontrollit të Ballkanit Perëndimor nga Serbia. Dhe ne si shqiptar-amerikan, ne kundërshtojmë këtë dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë luftë. Kolonel, në 21 janar, pikërisht në një ditë në të cilën vjen Ivanka Trump dhe Dhëndri Kushner në Vlorë, Edi Rama ka bërë gati sulmin frontal për shpartallimin përfundimtar të reformës drejtësie dhe SPAK-ut. Ka folur qartë, do të flasë, do ta shpall edhe shumë shpejt sulmin ndaj sherifëve të SPAK-ut, do të godas, do t'ja heq gjitha kompetencat, do ja kaloj kryeprokurorit Çela, Olsiani. Duket qartë që po përgatitet për një super lojë dhe për bombardimin e tij të fundit ndaj këtij vendi, ndaj ligjit, ndaj shtetit, ndaj kushtetutës, do bëj reformë kushtetuese, do bëhet sistem presidencial, do shembi radio televizioni shqiptar, që unë besoj që është një gërmadhe madhe mashtrimi dhe grope zezë renash, por ai e do për synime tjera, se po do bëhen ca kulla atje, kanë nxjerrë tek gjitha kanalet e prime time-it, ke gaforret e tij, ke llapaqenët e tij në mbrëmje, ke Grida, ke Fevziu, ke gjithë. Do bëhet ky president, do marrë amnisti nga SPAK-u. Ka nis sulmin frontal ndaj shpërtallimit të SPAK-ut. Këtu kemi dhe një lojtar tjetër, është shefi i Partisë Demokratike dhe Opozitës, Berisha. Edhe ai mund të ketë interes që SPAK-u të mos ketë fuqi të godas. A do merren vesh prap Rama me Berishën për reformat që do bëj, apo shikon që opozita do të shkojë në front, në përballje frontale? Se kanë interesat përbashkëta që tiki SPAK. Si e shikon këtë moment? Unë nuk i shoh që kanë interesat përbashkëta, për arsye se do të argumentoj. Në raport me SPAK-un flas. Në raport me SPAK-un do të argumentoj pse. Sepse edhe gjatë qeverisjes kaluar, sigurisht që ka pas problematika. Në qoftë se SPAK-u, në qoftë se drejtësia shqiptare, e cila drejtohet prej 13 vitesh nga Rama, do të kishte pas problematika, do të kishin arrit që t'i dënonin një pjesë të madhe të Partisë Demokratike. Tu, po të rikujtoj disa ministra të cilat kanë qeverisur gjatë kohës PD-s për një kohë të gjatë, një pjesë e madhe të cilëve i investon parat tek oligarkët e Ramës, kujdes, të cilët nuk investojnë as nuk e përdorin, as nuk dalin për ta mbështet më Partinë Demokratike, që është një turp i madh, sepse kanë qenë nga 8 vjet ministra. Ata po pallohen lek nga Ridvan Bode, e këto janë gjithë ke Sigurisht, ja pikërisht. Janë bërë miliarder, kanë fut gjithë familjen. Tu e kisha të gjitha parat për opozitë. Të gjitha parat i kanë investuar tek oligarkët e Ramës. Por ajo që unë nuk bi dakord me ju është sepse interesat e Partisë Demokratike, pavarësisht se duket sikur janë të përbashkëta me Partinë Socialiste, ajo që do e dëmtonte më shumë shkrirjen ose heqjen e kompetencave të SPAK-ut nuk është PD-ja. Se PD-ja nëse ka bërë shkele, ka bërë 100 herë më pak shkele se Partia Socialiste. Ata të cilët e kanë vjellë krejtësisht Shqipërinë janë hajdutët e kartelit rilindjes, të cilët në rast se do dëmtojë, nuk do dëmtojë Partia Demokratike, por në rast se do shkrije SPAK-u ose hiqej kompetencat e SPAK-ut, do dëmtojë. Do të përfitonte Partia Socialiste dhe për ta përmbyll, ky është një proces që ka kushtuar 10 milion euro në mënyrë të veçantë ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat nuk do ta lejojnë Krishnik. Bukur, unë nuk dua të paragjykoj, ju sapo
e that me shumë elegancë që hajdutët e mëparshëm kanë qenë hajdut më të lezetshëm se hajdutët e rilindjes dhe unë nuk kam fuqi të madhe ta kundërshtoj këtë. Një histori e madhe hajdutësh është në këtë vend, kemi 34 vite që rripemi dhe shkatërrohemi dhe vazhdojnë na rrjepin edhe sot, ashtu siç e the ish ministra, ish deputet, madje edhe njerëz sot rreth e përqark PD-s janë duke bërë biznes me Ramën. Ta kalojmë këtë pjesë. Duket qartë që Rama po ndërtoi një strukturë paralele dhe tani do ta çmontoj spakun. Ta shohim. Tani e ka marrë vendimin, do të ndërtoj strukturë paralele, ka thënë s'merremi më me sherifa. Amerika e lejon ta bëj këtë, ky është fundi i Shqipërisë. Ashtu. Këtë prisja unë prej tetë, ma thush, je shumë i Është fundi i vërtet. Shqipërisë. Je shumë i vërtet. Pra shqiptar, merrni dorë fatet tuaja në qoftë se doni kohë. Është fundi i Shqipërisë se do i vej çizmën kokë çdo njeriu që guxon edhe të hapi gojën, jo kaq sa kemi folën e dy sot, po edhe 100 e kësaj. Po kolonel se më thonë mua, e shiti i poshtri Shqipërinë, tha, e shiti Sazanin, e shiti minierat, i shiti Verliun, shiti Zvërnecin, portin e Durrësit, i shiti gjithë. Unë nuk kam thënë kolonel, edhe veshkat ka për t'ju ashit, edhe pankreasin ka për t'ju ashit në tregjet ndërkombëtare. Çfarë kemi? Mëlçi, bajame, veshka, zemër për transplant, gjaku të ja thithin, po nuk reaguat. Po nuk u ngritët në shesh 1 milion shqiptar, derisa ky t'japi dorëheqjen. Për te siglave politike. Për te siglave politike, mos lejoni t'ja u marrin Dhe për te marrëveshjeve Rama Berisha për qeverisë. ja u vjedhin lirin, po nuk zbritët në qendër, po nuk largut këtë klik, hajdutësh anti-shqiptare. Përfundimisht jeni ju përgjegjësit dhe mos më jepni leksione mu, hajde ti edhe na drejtoni në Shqipëri, se unë po bëj sa për 1000 veta nga ju, po unë nuk jam këtu për t'ju treguar se ç'a bëjon. Jo, ne nuk rafim shpatullat kolonel, ne vetëm ecim dhe po luftojmë, po bëjmë shumë herë më shumë se sa ju. Prandaj uluni, bashkohuni, jemi gati t'ju drejtojmë për çdo gjë që doni në shkëmbim të asnjë posti politik. Në shkëmbim të asnjë përfitimi financiar. Bukur, mesazhi ishte i qartë. Jemi në zhdukje sipër, reagoni, ose jemi popull kontingjent zhdukje. Unë jam Kreshnik Osmani. Zotria është kolonel doktor Dritan Demir. Çfarë mund të bëjmë për ju? Na shkruani, na thoni, na orientoni. Më shumë se kaq s'kemi çfarë të bëjmë. Zotnia po bën, po shkëlyet katësh në Amerikë, çka ka telefonata, lobe, njohje, po raporton atje çdo ditë. Ne njoftojmë nga Shqipëria, ata na njoftojnë nga Amerika. Unë sa u ktheva nga Europa, ku ka shqiptar që ka një fije burni, që i ka ngeli fije nder, po shkoj po i trokas nder, po i them Shqipnia on rrezik, lëvizni fort në Amerikë, lëvizni fort në Europë, në Bruxelles, në Itali, në Londër, ku të mundeni. Kaq ne mund të bëjmë pjesa tjetër, është në dorën tuaj. Historia nuk do të na e falë, vëllezër dhe motra. Bota është në tym, bota është në mjegull të madhe. Shpresat tek askush, përveç shpatullave tuaja, fytit tuaj, revoltës tuaj, vetëm kjo e garanton shpëtimin e Shqipërisë në këto momente decisive. Ne kemi detyrë të hapim mjegullën, të ngrejmë perdet, që ju të keni shikimin e qartë. Përpara të mbrojmë Shqipërinë të gjithë bashkë, çfarë roli duhet kemi ne për ta bërë këtë? Jemi gati ta marrim, siç e tha koloneli, në këmbim të asgjëje. Nuk duam asgjë. Dhe në qoftë se nuk na e din njerëzit, ka i madhi Zot nuk ka për të humbur kur asgjë. Dhe unë jam i bindur për këtë kolonel. Të falenderoj nga zemra për mesazhet, për vërtetësinë dhe për gjitha ato shpjegime që ne i dha bujarisht sonte. Ju falenderoj. Kaq kishim për sonte, dashur miq. Ky është momenti, pjesën tjetër ju e keni vetë qartë. Do të rishihemi shumë shpejt për të tjera zhvillimet të cilat me sa duket do t'jenë me shpejtësi të rrufeshme, do t'jenë të mëdha. Dhe ne besnikërisht do t'ju shpjegojmë në emër të Zotit, të kombit, të historisë dhe të momentit historik. Ju falenderit nga zemra të gjithëve. Kush do të ndjek kolonelin, ai ka një faqe në Facebook,
në rrjetet sociale me emrin Kolon Dritan Demiri, mund të shkoni të bashkoni për të dëgjuar opinionet dhe lexuar opinionet dhe mendimet e tij. Ndërsa këto video çohen pjesës tjetër të shqiptarëve, miqve tuaj, kushërive, fisit, komshive, kujt të doni ju, në mënyrë që të informojmë shqiptarët sepse është një betejë e informimit. Natë të mirë për sonte, rishihemi shpejt.